të cilat mendoj që lëvizja vetëvendosje, një subjekt që në zgjedhjet e 28 dhjetorit me një fitore bindse prej 51.1%, ishte jashtëzakonisht gjeneroze në këto alternativa dhe në këto që ja propozoj. Po tashi opozita duhet ta thot ato natyrisht edhe kuptoj mirë, po nëse ma gjeni dikë një parti e cila ka fituar 51.1% votave dhe në fund ju thot opozitës që ju mund bashk ta propozoni vetëm një kandidat për president, ja ku i keni edhe votat tona edhe për 2 kandidatë të tjerë, do me thënë 3 propozime nga ana juaj, vetëm ta kemi një emër që ta kalojmë këtë ngërsh politik dhe fakti që nuk e pranuan, nuk di çka mund të thot opozita, por ato që kemi parë ne, që kanë parë edhe qytetarët e Republikës së Kosovës, mendoj kanë qenë mjaftueshëm të qarta në përpjekjet tona të përditshme gjatë asaj kohe për ta gjetur një zgjidhje për të kaluar këtë ngërsh dhe